Gjykata e posaçme shpalli vendimin për të pandehurit e dosjes së parë, Metamorfoza. Në total gjykata dha 38 vite burg për 5 anëtarët e Metamorfozës. Lirimi i menjëhershëm është vendosur për ish prokurorin Xhevahir Lita dhe ish kreun e operacionales Oltian Bistrin. Konkretisht, Xhevahir Lita u dënua me 5 vite burg me gjykim të shkurtuar zbret në 3.4 vite, shuarje të masës arrest në burg, lirimi i menjëhershëm për shkak se e ka shlyer dënimin. Ndërkohë, Oltian Bistri, ish kreu i operacionales, u shpalli pafajshëm për korrupsion, fajtor për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete, i pafajshëm për pastrim parash, pasi nuk ka fakte dhe prova dhe u dënua me 2 vite, të cilat i ka shlyer. Behar Bajri u dënua me 13 vite burg dhe do të vuajë 8 vite e 8 muaj. Bajri u shpall fajtor për sigurimin e kushteve, për vrasje të mbetur në tentativë ndaj Dorian Dulit dhe korrupsion ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Boksieri Astmer Bilali do të qëndrojë 5.8 vite në qeli, nga 8 vite e gjysmë që u dha nga gjykata. Bilali akuzohet për sigurimin e kushteve, për të kryer vrasje në dëm të Ibrahim Licit, Genç Stafilit dhe Dorian Dulit. Për biznesmenin Pëllum Gjoka dhe ish prokurorin Ardit Hasanbegaj, gjykata nuk shpalli vendim, pasi avokatët e tyre nuk paraqitën mbrojtjen. Vendimi për ta pritet të jepet më 2 dhjetor.